Ndonjëherë jeta e një personi të verbër është në duart e dikujt tjetër. Ky është Emiliano Lule, jeta e të cilit nuk është më e thjeshtë. Me datën 8 dhjetor 2025, oborri i qendrës burimore për nxënësit që nuk shikojnë ishte i qetë. Personeli ndihmës i përdori këto ditë të lira për të identifikuar fëmijë të tjerë në të gjithë Shqipërinë. Udhëtimi i tij mund të ishte ndaluar për gjithmonë, por Zoti i ka dhënë forcën Emilianos për të qenë i pathyeshëm. Ai ka mbijetuar një shpërthimi me bombë në luftën civile në vitin 1997, moment në të cilin ka dëmtuar shikimin, dhe 4 vite më vonë tentoi një ndërhyrje kirurgjikale në retinë, ku humb plotësisht shikimin. Ai u shndrrua nga zero në hero, mori një medalje ari në studimet në psikologjinë e edukimit dhe më vonë u nderua me bursën Chevening për të vijuar studimet doktorale në Londër. Për kontributin e tij në të gjithë komunitetin e njerëzve që nuk shikojnë në Shqipëri, u nderua me një tjetër medalje për merit civile. Nga presidenti i vendit dhe për 20 vite nuk ndaloi asnjëherë, duke investuar jetën e tij, përvojën e tij në institutin e nxënësve që nuk shikojnë. A duhet mbështetur ky njeri? Pas aksidentit, ai ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, sidomos në retinën e syrit të dëmtuar vite më parë. Këto ndërhyrje mund të realizohen vetëm jashtë Shqipërisë.